Përgjet arma, kalibrin 9.19 mm, e dim që e shfrytëzojnë disa lloje të armëve, shihen 2 persona duke ikur nga vendi i ngjarjes, duken persona 3 me datën 1 prill 2025, rreth orës 23 në vendin Kaçanik nga persona të panjohur është vrarë pjesëtari i policisë së Kosovës, rreshteri Muhamet Lika. I njëjti, në kohën kur edhe ka ndodhur rasti, ka qenë duke u kthyer nga puna dhe në momentin e shkuarjes në banesën e tij, në shkallët e ndërtesës, nga persona të panjohur, për momentin është qelluar dhe nga plagët vdekjepruese ka ndruar jetë. Nga provat materiale që e kemi marrë, shihet që aktin e kanë kryer 2 persona e që për momentin largohen nga vendi i ngjarjes. Që nga momenti i ndodhjes së rastit, menjëherë, posa pasi është njoftuar Policia e Kosovës, ka marrë të gjitha veprimet hetimore në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Ferizaj, respektivisht prokurorin kujdestar të krimeve veterana, zoti Ismet Rahmani, i cili qysh mbrëm dhe deri në orët e hershme të mëngjesit ka qenë në bashkëpunim të plot me Policinë e Kosovës dhe ka qenë në vendin e ngjarjes me të gjitha ekipet hetimore të Policisë së Kosovës, që kanë qenë të përfshira edhe nga drejtoria kryesore e krimeve të rënda në Prishtinë. Policia e Kosovës, duke vepruar në bazë të autorizimit të prokurorit të shtetit, ka marrë dhe në bazë të kompetencës së tyre, janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme në kapjen, në gjetjen dhe kapjen e autorëve të kësaj vrasje. Jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të zbuluar arsyen dhe motivin që ka çuar deri në kryerjen e kësaj vrasje, po themi vrasjes shumë të rëndë. Që nga nata e mbrëmshme, hetuesit policor janë në terren për të identifikuar dhe vlerësuar çdo informat, provë, dëshmi e që do të na drejtoj në pistat e mundshme të hetimit dhe që do të na lehtësoj zbardhjen e kësaj çështje penale. Gjatë punës hetimore, gjatë natës së mbrëmshme, por edhe gjatë ditës së sotshme, nga Policia e Kosovës janë ndërmarrë shumë veprime hetimore, janë intervistuar shumë persona, provat të cilat janë mbledh, shihen 2 persona të cilët kanë ikur nga vendi i ngjarjes, domethënë nga banesa ku edhe ka ndodhur rasti tragjik. Nga ajo që shihet deri më tani është që kanë ikur nga vendi i ngjarjes në këmbë. Nuk kemi të dhëna që kanë shfrytzuar më vonë ndonjë veturë apo ndonjë mjet tjetër për ikjen nga vendi i ngjarjes, ndërsa i përket pjesës së dytë të pyetjes apo pyetjes së dytë, rreshteri Muhamet Lika njihet si një person kogja profesional, është njohur si një person kogja profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem, qoftë me procedurat që i ka zhvilluar si zyrtar policor në hetimin e çështjeve penale, apo që të ketë ndonjë problem personal, nëse mund ta quajmë, që do të na zbardhte neve motivin e vrasjes së tij. Për momentin jemi në këtë situatë që gjendjen e kemi akoma të pa definuar se cili ka qenë shkaku
apo motivi i kryes së kësaj vepre penale. Tipi i armës nuk dihet sepse nuk kemi të dhëna, domethënë nuk është gjetur arma, domethënë kalibrin 9.19 mm, e dim që e shfrytëzojnë disa lloje të armës, për këtë arsye ne nuk mund të japim informacion se nuk e dim se çfarë lloj të armë ka pasur. Nga të dhënat deri më tani nuk na rezulton që ka pas shkrepje me armë nga arma zyrtare e pjesëtare të Policisë Kosovës. Unë se ka në fillim që në lidhje me identifikimin e personave, shihen 2 persona duke ikur nga vendi i ngjarjes, duken persona 3, por që nuk kemi arritur identifikimin apo njohjen e atyre personave që me mujt me ditë a i takojnë rrethit ku ka ndodhur rasti apo janë nga cili vend apo nga janë ata persona.